Në mbledhjen e bordit është raportuar se gjatë periudhës janar-shkurt janë pranuar rreth 4.6 milion euro të hyra nga grandi qeveritar dhe rreth 300.000 euro nga të hyrat vetjake. Nga kjo shumë e përgjithshme, për gjatë 2 muajve janë shpenzuar rreth 3.1 milion, apo rreth 68% e buxhetit. Kryetarja Mimoza Kusari Lila ka tekstuar se komuna është duke përmirësuar çdo ditë më tepër performancën e grumbullimit të hyrave, por njëkohësisht ka kërkuar nga Drejtoria e Buxhetit dhe Financave që ta ndryshojë formën e planifikimit dhe ta bëjë planifikimin duke u bazuar në ndryshimet ligjore dhe ndryshimet e politikave. Ka progres ende vazhdon edhe në vitin 2016 pagesa e borxhit, vetëm në 2 muajt e parë të vitit janë paguar afërsisht 800.000 euro, prej cilave gati 50% e kësaj vlere ka qenë borxh viteve 2013-2014, pjesa tjetër e projekteve apo punëve të kryera gjatë vitit 2015. Trendi është kryesisht pozitiv, pritet rritje të hyrave në muajin mars dhe prill, gjithsesi kur të na vinë raportet për këta 2 muaj, për shkak se edhe sistemi i Ministrisë Financave është liru që të fillon implementimi i pagesave pas faljes së borxheve. Do të thotë, për informatë qytetarët e dinë që muaji janar dhe shkurt nuk ka qenë e gatshme Ministria e Financave, për këtë arsye dhe ka pas ngjesje në disa segmente të caktuar në mbledhjet të hyrave, për shkak se qytetarët kanë pritur që të bëhet kalkulimi, sistemi të jetë gati në mënyrë që dihet se cila pjesë e borxhit është falur dhe cila duhet të paguhet. Po ashtu janë miratuar disa kërkesa për subvencione. Tashmë është bërë procedurë standarde që në muajt e parë të fillim vitit të përcaktohen, domethënë mjetet financiare në kuadër të projekteve të cilat ata i dorëzojnë në kuvendin komunal. Edhe sot domethënë janë miratuar dhe është vendosur që sipas kërkesave të tyre, duke filluar nga shoqata familjeve të dëshmorëve, nga shoqata ishte burgosurve politik, shoqata invalidëve të luftës, domethënë të përcaktohen sipas mundësive të kuvendit komunal. Njëkohësisht është kërkuar nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik që të organizohet debat publik mbi strategjinë për zhvillim ekonomik lokal. Kjo strategji do të jetë në muajin prill, do të bëhet publike, se do të jetë hapur 30 ditë për diskutim publik dhe pritet që në mbledhjen e radhës së asamblesë në muajin maj të prezantohet edhe për para asamblesë komunale, me çfarë do të votohet dhe do të përcillet pastaj për Ministrinë e Pushtetit Lokal. Ekzekutivi i Komunës së Gjakovës ka marrë edhe disa vendime të tjera me interes të zhvillimit të gjithëmbarshëm të komunës.